Keni kaq të bukur, kaq lezetshme, edhe bravo për mamin, babin që kanë punu në këtë drejtim, që ja u kanë rujt traditat, edhe... Një sen du me thonë, se kejti kina për men, veç momen ju, mam, të duam shumë. Një sen ashti do të se din, nonën e kina turke, edhe kjo gjuhën e din, shqipën e din perfekt. Bravo! Sa mirë, a e keni mësu edhe turqisht jo? Tash mi hapët edhe do pytje mu, a shkoni në Turqi? Dojta e kini atje, apo qysh? Si vjetë për sport në herin atë shku. A mo veç për pushim, se një doj, adin, familja e momit, paka shumë, kina pos kontakta mo edhe gjuhën që se dina. A se keni mësu turqisht? Jo, që ata s'na karo. Por shumë mirë që pas keni me shku edhe keni me kalu shumë mirë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve. Jena kënaqur. Shumë edhe na u kënaqëm me shijum. Na kena veç edhe pak minuta jemi live, ju na pritni çatë, po vazhdojna me pi kafe. Live-in mundesh me nal. Kismet. I falenderojmë këtë ata që kanë qenë live. Shumë faleminderit. Ne tani po ndjekim një material Sara. Çfarë materiali është drejt? Ta shohim se ku ka shku Zeqa. Zeqa ka shku te Prishtina Madh për të folë edhe për t'ju tregu bajge disa informacione shumë e rëndësi për këtë që sapo e dha Sara pak më herët për ftesat e Expo Diasporës. Do të shohim se ku do të mbahet Expo Diaspora dhe si po shkojmë përgatitjet, sepse kam filluar dhe jemi aty këto.